Fshati im I bukur me shtëpitë e mbyllura, pjesa e dytë, te pjesa e parë u tregova disa nga shtëpitë e fshatit, edhe gjysmën e fshatit, tani po tregoj pjesën tjetër. Këtu është kisha e Apostol Petro dhe Pavlos, edhe po vazhdoj po tregoj malet nga të cilat është I rrethuar fshati, edhe disa nga shtëpitë që siç u thash banorët ose do vinë në verë, të kalojnë disa muaj aty, ose janë të mbyllura edhe do t'i vizitojnë shumë rrallë se është e vështirë. Siç mund të shikoni, edhe rrugët nuk janë të bëra që të mundet që të vi makina. Në disa shtëpi vjen makina pa diskutim, por është vështirë, sidomos në dimër, të udhëtosh në për këto rrugë, edhe ndaja është kaq e vështirë që të jetosh në këto fshatra. Është fshati I Zagories, nga ana e Gjirokastër, se shumë pyetet se ku ndodhet ky fshati. Edhe këtu është që jemi rritur edhe neve na dhimbset, kuptohet, dhe më kuptoni shumë mirë të gjithë juve që jeni në për zona të larta të Shqipërisë, edhe nuk ka rrugë, nuk ka shkolla, nuk ka se dhe një në këto fshatra të braktisur, edhe u detyruar njerëzit që të largohen se nuk mund të jetohet, shumë e vështirë jeta këtu, përderisa nuk e shkolla për fëmijë, nuk e mjekësi, që janë gjërat kryesore, kuptohet që detyrimisht të largohesh për një të ardhmë më të mirë për veten tënde edhe për fëmijët e tu. Po u tregoj këtu vazhdimisht disa nga shtëpitë që ka aty fshati, më të shumta siç u thash nuk banojnë njerëz, janë larguar, edhe tani arritëm tek shtëpia ime, të cilët dhe prindrit u kthyen avash avash, edhe po e rregullojnë, kanë kaq vjet që po merren me shtëpinë, që të kthehen një ditë në fshat.